Nesër një muaj hapin kutit e votimit për herë të tretë në 16 muaj dhe pyetja është se çka do të prezantohet gjatë kësaj radhe. A do të ketë programe të reja, do të rifreskohen ato që u prezantuan në muajt e kaluar. Sërish e pam se ka filluar edhe kërkimi i votës për diasporën, sa rëndësishme do të jetë diaspora kësaj radhe. Për këto tema sonte do të flasim me panelin e ftuar zoti Avni Arifi, edhe nga diaspora edhe nga Kosova, se përmendëm diasporën. Zoti Vebi Kajtazi, mirësardhje, zoti Veç i këtuhit jam. Veç i këtuhit, por keni familje në diasporë, vëllezërit i keni në diasporë. Zvotojnë ata. Ata nuk votojnë. Nuk votojnë vetëm. Asnjëherë zvotojnë. As kësaj radhe nuk do të votojnë? Nuk përfshihen në jetën tonë politike këtu. Kanë punë të veta, mendojnë që secili duhet me dhënë kontribut që aty ku është. Çfarë diaspora ajo? Me Jo zgjat. tipike. Zoti Dardan Siliu, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zonja Anita Shabani, mirësardhje. Mirësevgjë. Zoti Labinot Balaj, mirësardhje për ju. Mirësevgjë. Zoti Balaj, po filloj me ju, se ka qerët pra apelet e para, edhe pse ishte interesante, zonja Osmani e bëri një apel, si që pam, bas rreth një ore doli edhe zoti Kurti, pastaj vazhduan edhe të tjere. Zonja Haxhiu, PDK-ja. Po se kështu vetëvendosje e përftiron vetën si hegemon në karshi trupes karshi mërgacës që kemi, përkatësisht karshi një trupe elektorale të madhe që përbën në zgjedhjet e Republikës Kosovës, edhe unë ndjej dyqysh si në panik mos rastësisht Vjosa Osmani i ka hinë në terrenin e tina dhe rrjedhimisht mundet me dëmtu në procesin e ri elektoral. Vetëm shumë interesante që vetëm rreth një orë pas, si ta kuptojmë këtë? Mund shihet edhe si kopjim i strategjisë së zonjës Osmani? Jo, është tjerat, sepse kjo paradigmë që ka instalu vetëvendosje, do me thonë tjerat partit pararendë e patën lënë mërgatën si një farqenin harres që nuk e kanë përjetu si trupe elektorale të Republikës Kosovës. Këta e ka reaktualizu vetëvendosje. Andaj mbi këtë bazë po thëmë që u friksu zotri Kurti mos në terrenin më të pellshëm të vet elektoral i ka hi dikush si është Vjosa Osmani dhe mund t'ja ketë mësu strategji që shmi apelu elektoratit që është mërgatës tonë. Nëse bën përmes një figure që apo më kujtohet që tash më që e thep se pasoj video e Kurtit, gjithësisht apeli ti karshi mërgatës, si kur kumti kjo është antikrishti, unë jam zoti i vërtet i juj, do më thonë, është paraqit dikush i rajshëm që pi demonstrohet juve si kur zoti i juve, kushtimisht me thonë. A na shkalojni atë, ja ku jamon? Po, do më thonë, antikrishti ke ajo, unë jam zoti. Por edhe dikush mund ta interpretoj si kopjem i dobët i zonjës Osmani? Jo, unë nuk po e menoj që është kopjem, sepse po thëmë që këtë paradigmë e ka përuru Kurti. Por edhe zonja Osmani ka qenë me të? Po, ma herët, ka njës vetëvendosje dikun 2017-2019 kanë spikat videot e tilla kanë qenë të ndendura me apele në raport me mërgatën që ju e keni venin, këtu Kosova është veni juj, do një ta votoni, duhet të përfshini në procese elektorale, sepse dhe juve ju ta kanë, nuk besoj që është një kopjemi nëse veç ka është kopjem, andaj mënej që Vjosa Osmani ma shumë është kopijuse e dopt, e përpjekjes ose e konstruktës e Kurtit përballë elektoratit në mërgat që kemi. Se e dobet? Se po e cilësoni si e dobet? Po, si të është një... Si të ndahet nga Kurti i dobësor? Jo. Po mu do kështu që edhe qalojke zdikjas nuk e kishë në më thonë qasjen e fuqishme dhe të bindëse që e bën Kurti. Kurti është, në më thonë, aktor dhe është një farqenje politike dhe din me apelu, din me prejkë sentimentin e elektoratit në formë qoftë me gjuhën e të... Dhe me rajtë ma mirë. Ti po thunë, nuk po thëmë, veç për... Aktor po e qërë një kështu, kushtimisht, a i është inxinjer. Do me thonë, nuk dë bënë në profesioni aktor, do me thonë. Atër bënë diska tjetër. Aktor lind. Nuk e dia thatë për lavda, apo për kritik? Le tjetë në diskrecionin e publikut me përjetu që shdojnë. Le tjetë në dërgjegjen tonë. Në autonomin e publikut. Do ta dopsoj me gjithë atë vetëvendosjen zonja Osmani në votat e mërgatës?
Mundohet që adopson, sepse thash që kanë pas një rrugtim të përbashkët. Edhe ka mujt, do më thonë, në rrugtimin e përbashkët me Kurtin, Vjosa Osmani, ka mujt me kriju raporte me qytetarët tonë atje, edhe rrëdhimisht, kushtimisht po thëmë i ba për veti, edhe ka investu përmes një strategjie që në një proces të ri elektoral, që ajo e mërgat me qenë votuese e saj. Mundohet. Zoti Arifi, ju si eksperti mërgatës, pra, Mërgatolog. a filloi fushata me kërkesa për të votuar mërgata? Po, natyrisht. Është strategjike? Është strategjike se do ndërlidh me diçka që tha Labi e partit tjera e kanë lënë si qështet qeni në harrejs. Në harrejs, po jo, s'ka qena, jo. Mas pari, tash Vjosa që po kthehet në LDK, masovizimin më të madh të diasporës në historinë